bisedimet në Turqi u ban, edhe shkëmbimi i burgosur dhe Lavrov, mos të harrojmë që Lavrov tha dhe një gjë që i lutëm Evropës, para se me nol këto sulmet me drone, në kundër Rusis edhe Ukrajinës, që mos të nxisin Ukrajinën për luft me drone në këto momente, sepse kjo nikon negativisht për paqen. Pra, do më thënë, pavarësisht se u përshkallëzuan si në mënyrë papritur dhe ishe një luftë. Ukrajina pa ndihmën europiane dhe amerikane, Ukrajina nesër kapitulon. Ajo kuptohet se një vend aq i vogël nuk mundet që të përpalloj një superfuqi si Rusia, por, si që tha edhe Zhej, oferta që ja bërë leqasja Putinit në këtë rast, si nga presidenti Trump, ashtu dhe nga presidenti kines që të ulet për paqe, është një ofertë të cilën një njeri i zgjuar politikisht dhe i aftë si Putini nuk duhet ta nashkaloj, sepse lufta, sepse është ka 3 vjet luftë dhe 20% ka arrit. Dhe në këtë luftë janë vra mijëra njerëz dhe një ditë nëse vazhdon kjo luftë, luftë vritet njerëz, se lufta nuk është lojë me topabore. Por është dështim. Dhe nëse vazhdojnë në këtë rrugë pa krye, do të dështojnë. Po cili është dështimi? Dështimi është si që dështoj Bashkimi Sovjetik. Po cili është dështimi? Se sa thej që ka marrë 20% teritorit Ukrajinës, pra ai pretendon ta marrë atë territor. Po mirë më për 3, për 4, për 5, pra ai pretendon ta marrë atë territor. Ka marrë 20% të territorit. Ushtarake dhe nuk do ketë forcë më që të luftoj se do i venosen sanksione që do bie ekonomikisht. Komandanti amerikan për Evropën para 2 muajsh doli dhe tha që ka kapacitete më të mëdha ushtarake dhe prodhim të ushtarake O zotri, shif luftën e Afganistanit, ku përfunoj Bashkimi Sovjetik, përfunojnë racione, do përfunoj dhe tani në racione, tani ka po me fakte historike. Afganistanin e ke për në Afganistan kanë kapituluar të gjithë. Nuk ka të bëjë që për Afganistanin kanë kapituluar të gjithë. Nëse vazhdo luftën do kapituloj, se përballë ka Trumpin, ka një njeri konkret që do ta shkatrojë. Që do dështoj Rusia, po do t'i kthejmë pak asaj retorikës së Trumpit. Ai po di kjo rrugë pa krye dhe mos thoni që ai do të vazhdoj luftën, ose po e do të Rusia derisa po tregon forcën, po pe tregon edhe Ukraina forcën, sepse dhe Ukraina goditi. Ukraina do apo nuk do, është e detyruar të mbrohet. Po mirë, të mbrohet duke çu dronet në Moskë. Çfarë po mbrohet? Po shumë mirë, pra atëherë janë të dyja në luftë. Strategji ushtarake të dyja janë në luftë. Po atëherë janë në luftë. Po kjo rrugë pa krye, rrugë pa krye e Putinit që nuk po ulet në bisedime. S'është më rrugë pa krye. Po rrugë bisedime shtojnë, por siç kanë dështuar përpara, dështuar dhe mënyrë që ishin më të fortë se Putini. Do Putinin vetë fizikisht, apo emisarët e tij, se këtë s'po e qajë. Putini nuk i dha seriozitetin e duhur takimit në Turqi. Ai e konsideron paqen terrenin e luftës. Ukraina solli ministrin e mbrojtjes, ndërsa Putini solli vetëm Vladimir Medincin një të dërguar të tij. Por duhet paktes, nuk ka rëndësi protokolli. Mos dëgjoni vetëm vetveten, nuk është do si do. Jeni duke dëgjuar vetëm vetveten. Jo, po dëgjojmë vetveten. Unë shoh vetëm po dëgjoni. Ja po ta them se po dëgjoni vetveten. Unë shoh kur ju përgjigj kërkesës së Trumpit për të ulur për bisedime, tha po, i vazhdojmë bisedimet atje ku i lam 2022-shin dhe çoi po të njëjtin ekip. Kaq ishte shumë dhe këtë duhet ta kishte kuptuar edhe Evropa. Pra ai tha këtu dhe kur tha kështu, edhe kishte thënë ne nuk shkojmë në të njëjtin nivel, mbaroi muhabeti.